Jozi, i njohur për natyrën e tij të drejtpërdrejtë dhe komentet shpesh të ashpra, nis të flas për Eglin me një ton plot ironi dhe përçmim. Ai shikon nga disa prej banorëve dhe tund kokën me shgënjim, pastaj nis të flas me një zë që dëgjohet nga të gjithë. Egli është bërë budallaqe fare. Nuk e kupton që po e përdorin? Gjesti po luan me të dhe ajo e ka marrë seriozisht. Po e shikoni dhe ju, apo vetëm unë e shoh këtë gjë? Thot ai duke qeshur me ironi. Disa banorë e shohin me habi, ndërsa të tjerë tundin kokën, duke mos dashur të përfshihen në këtë diskutim. Por Jozi nuk ndalet, ai vazhdon më tej, duke e bërë situatën edhe më të rëndë. Sa po të mbaroj Big Brother, gjesti do ta lërë Eglin dhe ajo do të mbetet vetëm. Nuk e kupton ajo. Mendohet se ka gjetur dashurinë këtu brenda, po në fakt është thjesht një pjesë e lojës së tij. Ajo thjesht po i shërben për strategji dhe kur të dalin jashtë, ai do të harrojë sikur s'ka ekzistuar kurrë. Disa prej banorëve fillojnë të ndihen në siklet nga ky diskutim. Njëri prej tyre i përgjigjet, Jozi, nuk është mirë të flasësh kështu. Edhe nëse është e vërtet ajo që thua, Egli ka të drejtën e saj të besoj dhe të ndjej çfarë të doj. Nuk është puna jon të gjykojmë ndjenjat e saj. Por Jozi nuk e pranon këtë. Ai buzëqesh me përbuzje dhe vijon, puna jon është të hapim sytë dhe të themi të vërtetën. Nuk më vjen keq për të, sepse e ka zgjedhur vetë këtë fat. Në vend që të luante për vete, po shpenzon gjithë kohën pas gjestit, sikur ai është njeriu i saj i jetës. Por s'ka për të përfunduar mirë për të. Ndërkohë, disa nga banorët tjerë fillojnë të pëshpëritin mes tyre, ndërsa njëri prej tyre shikon nga Egli, e cila ndodhet jo shumë larg dhe duket sikur ka dëgjuar një pjesë të asaj që po thuhet. Fytyra e saj ndryshon dhe duket e prekur nga fjalët e Jozit. A do të përballet Egli me Jozin për këto fjalë? A do të reagojë gjesti? Apo kjo do të mbetet thjesht një thashethem që do të ndizet akoma më shumë brenda shtëpisë? Debatet dhe tensionet vetëm sa po shtohen, dhe duket se kjo histori nuk do të përfundojë kaq lehtë.